Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka urdhëruar një kontroll të jashtëzakonshëm në territorin e Shkupit për shkak të krizës me grumbullimin e mbeturinave. Qeveria në seancën e sotme miratoi konkluzionin se ngarkon Inspektorati Shtetëror Komunal, Inspektorati Shtetëror për Mjedisin Jetësor, Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor dhe Instituti i Shëndetit Publik në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme që më njëherë të nisin kontroll të jashtëzakonshëm të koordinuar në territorin e qytetit të Shkupit. Këto kontrolle kanë për qëllim të përcaktimit të gjendjes së mbeturinave komunale dhe lloje të tjera të mbetjeve, si dhe ndërmarrjen e masave dhe aktiviteteve të nevojshme. Gjithashtu, ngarkohet Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me institucionet kompetente dhe i bëhet apel qytetit të Shkupit, sektorit të inspektoratit që të veprojnë në përputhje me kompetencat e tyre ligjore dhe të hetojnë punën e ndërmarrjes publike higjiena komunale Shkup dhe të kryetarit të qytetit të Shkupit në lidhje me mosgrumbullimin e mbeturinave komunale që paraqet rrezik për shëndetin e njerëzve. Gjendja është alarmante dhe megjithëse kompetenca i takon qytetit të Shkupit, për shkak të mosveprimit të vazhdueshëm, institucionet ftohen që më njëherë të zbatojnë konkluzionet e miratuara nga qeveria.